Mirë, edhe një detaj tjetër. Jeni zgjuar në mëngjes e di që do të merrni makinën vetëm pas pak do të lëvizni. Ka nga ata që duan të dinë diçka mbi bllokimin e rrugëve. Sot fillimisht vjen kryeministri italian Matteo Renzi. Pra është ditë e një vizite zyrtare të kryeministrit të vendit fqinj. Megjithatë, policia do të bllokojë rrugët. Kështu që po ju jap disa detaje që i kanë gazetat që edhe ju të jeni të informuar. Nga ora 12 deri në orën 14 do të ketë bllokime të pjesshme, shkruan sot Gazeta Shqip, të qarkullimit në disa rrugë. Do të ketë bllokim të qarkullimit në sheshin Shqiponja, në hyrje të Tiranës dhe bulevardin Dëshmorët e Kombit, aty ku do të kalojë autokolona e kryeministrit italian në mbërritje të vizitës që do të ketë fillimisht me kryeministrin, pastaj me ministrin e jashtëm dhe do të lëvizë drejt presidencës. Keni parasysh që të shmangni pikërisht të dy akse rrugore që sapo ju thash për të mos pasur probleme me qarkullimin e automjeteve. Është periudha e festave, sidomos fëmijët, adoleshentët, ndonjëherë dhe të rriturit i gëzohen fishek zjarreve, efekteve piroteknike, megjithatë që kanë rrezikshmërinë e lartë. Policia gjithmonë futet apo autoritetet gjithmonë futen në këtë aksionin për të ndaluar mjetet e rrezikshme plastëse, të cilat janë në dorë të gjithëve. E herë përdoren në mënyrë të papërgjegjshme krejt. Megjithatë lidhem tani me kolegun Sajmir Muzhaka. Mirëmëngjes Sajmir. Dëgjoj. Dakor, po dikush duhet më thotë që unë nuk e kam Sajmirin. Po përtejse të nisim bisedën me Sajmirin, atëherë vazhdojmë bisedën studio. Më është bashkuar zoti Artan Hibraj, mjek okulist. Mirëmëngjes Artan, faleminderit që erdhe në program. Duke pasur parasysh që këtë që sapo thash dhe tek fjalia fundit edhe me ka nga ata që i përdorin në mënyrë të papërgjegjshme. Cili është kujdesi që mjekët rekomandojnë, sidomos për të rriturit, që ata të kenë vëzhgim fëmijët, për të mos dëmtuar syt, për të mos u djegur? Tani me ardhjen e festave, fishek zjarrit janë pjesë e pandashme e festimit ton. Ajo që vitet e fundit është një sensibilizim më i madh i popullit për mbajtjen dhe kufizimin e dëmtimeve nga fishek zjarret. Një nga praktikat e zakonshme ka qenë që fëmijët dilnin dhe festonin duke mbajtur fishek zjarret në duar. Disa nga ato fishek zjarret janë me fuqi të lartë shpërthyese që jo vetëm japin dëmtime të syve por disa prej tyre rrezikojnë të jetën. Një nga këshilla e parë do ishte supervizimi i fëmijëve. Asnjëherë nuk duhet lënë një fëmijë poshtë mosës 12 vjeç që të mbajnë fishek zjarre në dorë. E dyta do ishte asnjëherë nuk rekomandohet që fishek zjarret të mbahen në duar. Gjithmonë ato duhen pasi ndisen duhen vendosur në vende të caktuara, sa më larg aq më mirë. Mbajtja e syzeve mbrojtëse do minimizonte dëmtimet e syve dhe vëzhgimi nga larg i fishek zjarreve që ndisen nga bashkia do ishte shihimi më i sigurt i spektaklit fishek zjarre. Megjithatë doktor, gjithmonë në ditët e para të vitit gazetarët bëjnë bilancet edhe shkojnë në spital, vinë tek ju edhe tregojnë se sa kanë pasur dëmtime. Në memorien time shumë pak kanë qenë të rritur, më shumë kanë qenë adoleshent, fëmijë me djegje të shkallës të lartë, me probleme në sy. Mundet t'i kenë hyrë cifrat e fishek zjarreve në sy. Pra ka pasur probleme të cilat gazetarët i raportojnë në ditët e para të ndrimit të viteve. Po është e vërtet, në fakt çdo vit vijnë me dhjetra persona që kanë mësuar dëmtime nga fishek zjarret. Më shumë se gjysmë e tyre janë fëmijë. Kjo për arsyet që ne thamë se fëmijët nuk janë aq të vetëdijshëm nga rreziku i fishek zjarreve. Gjymtyrët e sipërme janë pjesa që dëmtohet më shpesh dhe në 30% të rasteve janë dëmtimet në sy. Nga këto 10% e tyre janë dëmtime që japin pasoja të shikimit të përhershme. Pra është vetëm një pjesë e vogël e dëmtimeve që janë me pasoja, por këto disa herë shkojnë deri në humbje të shikimit. Unë besoj që pavarësisht çfarë moshe ke, i beson gjithmonë asaj fjalës që e ke që një herë bëhet. Kështu që për ta shmangur do duhet kemi të gjithë kujdes. Megjithatë, ne jemi dëshmitar, shohim fëmijë që i kemi në lagje, i kemi poshtë pallateve. Argëtimi i madh këtë periudhë është që të ndezin mjete plastëse, diku t'i hedhin, shumë pak i lënë në distancë. Pjesa më e madhe kanë dëshirë t'i mbajnë dorë. Ajo është mjaft e rrezikshme, shpesh vendosja e fishek zjarreve në shishe në ambiente të mbyllura është
shumë e rrezikshme, ajo imiton një eksploziv edhe pasojat janë më serioze. Di si është puna, doktor, është çështja e modelit e gjitha kjo, se dakord një prind mund të jetë i kujdesshëm, po fëmijët me njëri tjetrin rrin bashk. Edhe sa do një prind jetë i kujdesshëm për fëmijën e vet, nëse një tjetër është më i papërgjegjshëm, fëmijët shohin njëri tjetrin. Ajo është e vërtetë, megjithatë, duke parë që numri i fëmijëve që psojnë dëmtime nga fishek zjarri është paksuar vit pas viti, tregon që edhe media ka bërë një punë të mirë për sensibilizimin e këtij rreziku. Dakor, unë tani lidhem me kolegun Sajmir Muzhaka, tani është momenti. Mirëmëngjes edhe një herë Sajmir. Mirëmëngjes emër nga Tregu Çam në kryeqytet. Okej, domethënë autoritetet sikundër kam informacion kanë kërkuar që të bllokohen një pjesë e mirë e lëndëve plasëse. Ky aksion ndodh çdo vit, ama e di çfarë, si një qytetar në fund të ditës unë besoj që nuk e di cili është rezultati i një aksioni të kësaj natyre, sepse gjithmonë lëndët shpërthyese, mjetet plasëse me efekt piroteknik, pra fishek zjarret, gjithmonë i ke në duart e çdo kujt. Po janë ashtu siç e nënvizuat dhe ju në studio, për shkak të përdorimit të fishek zjarre të rrezikshme, vitet e kaluara ka pasur me të vërtetë incidente të pakëndshme deri në gjymtimet e qytetarëve. Dhe për të evituar këto incidente, policia ka marrë gjitha masat. Unë jam me zotin Dimitraj Ziu, që është shef sektori në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Cilat janë më konkretisht masat e marra nga ju për të evituar këto incidente? Shëndetje, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka hartuar një plan masash me detyra konkrete për strukturat vendore, për masat e marra për kontrollin e veprimtarisë të lëndëve piroteknike fishek zjarri. Strukturat e Drejtorisë të Policisë së Qarqe, në bashkëpunim me agjësitë ligjzbatuese, të Drejtorisë Doganave, të Drejtorisë Tatimore, të shërbimit të policisë mbrojtje nga zjarri dhe të policisë bashkiake, kanë hartuar një plan masash të përbashkët për mbajtjen në kontroll të veprimtarive të lëndëve piroteknike fishek zjarri. A keni ushtruar ju kontrolle zoti Ziu dhe çfarë rezulton nga kontrollet e ushtruara? Strukturat e policisë së shtetit kanë ushtruar kontrolle dhe vazhdojnë të ushtrojnë kontrolle ndaj subjekteve të licencuara me veprimtarinë e lëndëve piroteknike fishek zjarri. Kontrollet e policisë së shtetit fillojnë që nga pikat e kalimit kufitare në bashkëpunim me Agjësinë e Zbatimit të Ligjit Doganor, me strukturat e Ministrisë Mbrojtjes që bëjnë kontrollin e çdo subjekti licencuar që importojnë lëndë piroteknike nga jashtë vendit për në territorin e vendit tonë. Dhe çfarë ndodh nëse subjektet e licencuara tregtojnë fishek zjarre të rrezikshme apo lëndë piroteknike të rrezikshme, u konfiskohet malli, u vendoset gjop apo dërgohen për ndjekje penale, çfarë ndodh më konkretisht? Subjektet të cilët konstatohen me shkelje me lëndë të ndaluara piroteknike fishek zjarre, i bëhet bllokimi, sekuestrimi dhe në bashkëpunim me strukturat e drejtësisë kalohen për ndjekje penale. Qartë. Megjithatë Sajmir, ka detaje sa janë bllokuar deri tani, sa tonelata? Me thënë drejtën, nuk kemi ushtruar kontrolle, kemi bërë bllokimin dhe kemi vendosur gjoba ndaj subjekteve të cilët janë konstatuar me këtë shkelje. Por theksojmë se për këtë vit ka një ulje të dukshme ndaj përdoruesve të lëndëve piroteknike fishek zjarri. Kjo ka ardhur si rezultat e një pune të mirëfillt të organizuar nga strukturat e policisë së shtetit, si edhe në bashkëpunim me agjësitë e tjera zbatimit ligjit që monitorojnë në gjithë territorin e vendit tonë përdorimin e lëndëve piroteknike fishek zjarri. Në fakt le të shpresojmë kështu, megjithatë tash edhe një herë dua ta rikthej në vëmendje atë çfarë unë thash zoti Ziu në nisje të lidhjes të përbashkët, që nuk e di se si ndjehet efekti i operacioneve për bllokimin e këtyre lëndëve të rrezikshme që janë në duart e fëmijëve, adoleshentëve, edhe të rriturve madje. Sepse sidomos këto periudhë vitit gjithmonë dëgjon në çfarë do lagje Tiranës, ku edhe fëmijët tani janë pushim, nuk kanë shkollë. Argëtohen me to, që nga shashkat që krijojnë atë zhurmën plasëse deri tek fishek zjarret, të cilat janë si të mbajnë mortaja në duar. Pra i shohim me sy se kemi lagje fëmijët. Është pa diskutueshme që rreziku është prezent ndaj përdoruesve të lëndëve piroteknike fishek zjarre, por unë desha nga kjo televizion t'i bëj thirrje të gjithë shtetat shqiptar, të gjithë prindërve, që t'i mbajnë larg fëmijët nga përdoruesit e lëndëve piroteknike fishek zjarre, të t'i mbajnë në kontroll dhe në vendet ku përdoren fishek zjarre të mos lejohen,
të mos i lojnë fëmijët që të përdorin fshekzare, pasi ata janë të pakujdesshëm dhe nuk janë të kontrollueshëm ndaj veprimeve që krejnë, të cilat përbëjnë rrezik për veten e tyre dhe për shtetet e tjerë që ndodhen përreth tyre. Dakor. Unë falenderoj, faleminderit Semir. Faleminderit ty. Faleminderit zotit Dimitraj Ziu. Doktor, kush si mund të jepet ndihma e parë? Cilat janë ato elemente të ndërhyrjes për të shpëtuar? Atëherë ndihmë e parë në këtë rast do të ndihmë e parë edhe në mënyrën e dur do ndihmonte mos shkaktoheshin dëme të mëtejshme, sepse shpesh njerëzit përdorin mjekime popullore, në rastet e dëmtimeve në sy shkaktojnë prekje të syrit ose nuk e ndalojnë fëmijën që të prekë syrin, dhe në raste kur kemi çarje të syrit, laceracione, kjo mund të japi dëmtime të parikthyer. Nuk rekomandohet shplarja, mundësisht duhet mbuluar syri me diçka të fortë që fëmia mos ketë mundësi që ta preki, dhe drejtimit e mjeku specialist në kohën më të shkurtër. Megjithatë, doktor, ju jeni mjek, unë e di që nuk jeni specialist i djegjeve, megjithatë po ashtu nëse ka një djegje të lëkurës, së dorës apo gjymtyrëve të tjerë, si mundet të ndërhyjet vetëm për ndihmën e parë, pastaj tjetër gjë çfarë vjen tek spitali? E njëjta mënyrë trajtimi rekomandohet edhe në këto raste. Njerëzit nuk duhet që të përdorin pomada dhe mjekime popullore, por izolimi i gjymtyrës së dëmtuar edhe mos prekja dhe shkuarja në kohën sa më të shpejt drejt mjekut specialist do parandalonte problemet e mëtejshme. Qartë. Nuk falësh se ka një mjekim në kushtet e familjes që mund të ndryshonte prognozën. Unë falenderoj doktor. Vetëm ju tregojmë tani çfarë ka ndodhur në Prishtinë, sepse me synim jo vetëm ruajtjen e qytetarëve, po edhe ruajtjen e mjedisit. Në Prishtinë, kryetari i bashkisë atje ka vendosur që edhe atje të kenë të ndalohen fishek zjarret, po të ndalohen fishek zjarret sidomos në 3 sheshet kryesore. Kryetari i komunës Prishtinës Shpend Ahmeti ka nxjerrë këtë vendim, i cili është i një ditë pas Krishtlindjeve për datës 26/12/2014, për ndalimin e produkteve piroteknike në sheshet Ibrahim Rugova, Nën Tereza dhe Zahir Pajazditi. Bazuar në këtë vendim, përdorimi i produkteve piroteknike do të ndalohet brenda datës 30 dhjetor 2014 deri në datën 3 janar. Ndaj personave që përdorin produkte piroteknike në hapësirën e 3 shesheve do të vendoset gjobë deri në 100 euro nga inspektorët e drejtorisë së inspektimit, kështu që Kosova ka vendosur që të ketë këtë masë të fortë, për të thënë vërtetën, ketë këtë masë të fortë parandaluese. Kjo ishte e gjitha, edhe e mbyllim me çështjen e fishek zjarreve. Unë falenderoj doktor, të uroj ditë mbar. Ishte kënaqësi. Megjithatë ka po ashtu duhet merren detaj me kalimin e orëve për numrin e saktë të personave të cilët kanë humbur jetën si pasojë e ndezjes së flakëve në një tragedë linjës nga Greqia drejt Italisë. Me të dhënë alarmin, ka pasur ekipet të shpëtimit edhe një operacion të organizuar midis 3 vendeve, Greqisë, Shqipërisë dhe Italisë. Do t'ju tregojmë disa pamje, të cilat për kortezina i kanë dhënë kolegët e Masterchefit për Anien Butrinti, e cila ka qenë një nga anijet së bashkë me Anien Lisus. Ja, kjo është Ania. Kjo është Ania e cila ka qenë pjesë e xhirimeve për programin Masterchef, edhe ka qenë pjesë e operacioneve të shpëtimit së bashku, si kundër po ju thosha, me Anien Lisus për evakuimin edhe shpëtimin e personave të cilët ndodheshin në anien që merrte flak në ujërat ndërkombëtare, në ujërat midis Greqisë, Italisë edhe Shqipërisë. Ne kemi dëgjuar dje komandantin në lajm me komandantin e Anies Butrinti. Po për te asaj, unë do të lidhem tani me zotin Silvan Boni, që është komandanti i Anies Lisus. Mirëmëngjes, zoti Boni, dëgjohemi? Mirëmëngjes, dëgjohemi. Megjithatë, deri para pak orësh ju keni qenë në patrullim det hapur, pas evakuimit pasagerëve nga Ania Norman Atlantic, si ka vazhduar gjithë operacioni i shpëtimit? Po, unë kam qenë orët e para të ditës djeshme, orët e para të mëngjesit në rajon, dhe kam asistuar në evakuimin e të gjithë pasagerëve. Të fundit kanë qenë një pjesë e ekuipazhit dhe kapiteni që janë larguar nga Ania Norman Atlantic, dhe Ania pasaj është abandonuar, tragedja është abandonuar, dhe neve kemi proceduar me gjetjen e trupave të humbur në bedë. Megjithatë, ka, siç kundër edhe ju e keni
nuk e di cilat janë detajet të dhëna tuaja, megjithatë ka numra kontradiktor sot në shtypin e ditës. Domethënë ka nga ata që thon 32, të tjerë 38, 40 mbi 40 viktima. A keni ju një detaj më shumë mbi këtë? Unë nuk kam një informacion të detajuar në lidhje me numrin eksakt të pasagjerëve që kanë humbur jetën apo që janë gjetur, por sepse këtë detaj e ka vetëm ANIA që ka komandën e operacionit SAR, ANIA italiane. Ne asistuam në atë ndihmë për të dhënë ndihmën tonë, por në varësi të ANIA-s komandë që drejton operacionin. Ne morëm pjesë në gjetjen e trupave. Dje ANIA jon ka gjetur një trup të seksit femër gjatë mesditës dhe është marrë është rikuperuar trupi pa jetë nga anijet italiane, më vonë pastaj nga anijet e vogla italiane. Ne kemi vazhduar patrullimin gjatë gjithë ditës për të gjetur trupat e tjerë të humbur. Ka një kuriozitet publik nga një informacion që kemi marrë nga anijet italiane, dihet që ka me 10, por ne nuk dimë numrin e saktë sepse unë kam qenë në terren dhe nuk kisha informacionin e dur. Eksakt, të pasagjerëve që kanë humbur jetën. Jo, pikërisht që jeni në terren, mendova për shkak të shkëmbimit të informacionit që keni me kolegët e huaj, mos keni një dhënë më të saktë se ajo që qarkullon në media, po përtej asaj, cili do të jetë fati i anijes Norman Atlantic, ka është ankoruar ajo tashmë? Që nga dita e dieshme, nga orët e mbasdites kur janë larguar personat e fundit, siç tha që ishin personat e ekuipazhit dhe kapiteni. Norman Atlantic është lënë e abandonuar, por një rimërkrator i kapitenisë së Durrësit ka shkuar dhe e mban atë në tërheqje për mos ta lejuar që të afrohet brigjeve tona dhe të krijojë një katastrofë tjetër. Domethënë, ai qëndron në tërheqje nga disa rimërkrator, të cilët janë të paguar ose të njoftuar nga pronari i tragedit. A do të vazhdojë operacioni i kërkimit trupave, besoj, janë përqendruar forcat greke dhe italiane më së shumti në këtë operacion, apo edhe forcat detare shqiptare janë bashkëpunim? Po, patjetër, operacioni po vazhdon. Unë bashkë me anijen time dhe grupazhin jemi larguar dje në orët e vonë të mesnatës, rreth orës 11, dhe jemi zëncuar nga anija tjetër patrulluese, anija si motor që quhet Iliria. Ajo ka shkuar në rajonin ku ne po kërkonin dhe vazhdon kërkimi i trupave. Gjithë natës ka qëndruar atje. Pa anijet patrulluese, pra përveç anijes Butrinti, anijes Lisus, tani është Iliria, a kemi ne anije në këtë lloj kapaciteti që ose sa kemi anije të këtij lloj kapaciteti që mund t'i bashkojnë operacioneve ndërkombëtare në det hapur? Në flota jonë rëbëtare ne kemi anije, kemi 4 anije të mëdha, të tipit që nxorët ju tipit Butrinti, domethënë tipit Iliria. Janë 4 anije të mëdha që marrin pjesë në çdo kohë që mund të japin ndihmën e tyre, por kemi dhe anije të vogla, të cilat kryejnë ato për operacione kërkim shpëtimi, por për efekt motit të keq, siç e keni parë, deti ka qenë i forcës 5 ballë gjatë gjithë ditës dje dhe është e pamundur që me mjete të vogla të ndrysh. Duhen mjete më të mëdha, por neve kemi asistuar me mjetet tona me kapacitetet që kemi. Zoti Boni, unë do t'ju mirëkuptoja në këtë rast në çfarë do lloj përgjigje që ju do më ktheni pas kësaj pyetje. Shumë shqiptar marrin tragetet dhe shkojnë në Itali përgjithsisht, në vendet fqinje. Shumë tragete në elementet dhe kushtet e sigurisë, parë vetëm me një sy jo të stërvitur të profesionistit siç jeni ju, që i njihni anije. Por qoftë edhe unë, dikush tjetër që hyn. Sheh që ka mungesë të elementeve të theksuar të sigurisë në anije. Mendo më të bësh një inspektime. Sa ndjeni jeni ju që në Shqipëri udhtojnë apo linjat që bëhen dhe mbajnë pasagjerë shqiptar janë tragete të sigurt? Kush i kontrollon? Mund t'i ndodhë edhe një tragedi shqiptar që bën linjën me Italinë dhe merr shqiptar pafund, merr çon shqiptar në të dyja brigjet. Po kjo nuk bëhet nga ne, nuk bëhet nga roja drejtare dhe nga forcat detare, por kjo ka autoritetet portuale, të cilët merren me kontrollet dhe në licencave të tragetave apo një të tjera lëndruese. Qartë. Unë ju falenderoj shumë. Të uroj ditë mbar, zoti Boni. Ishte me ne Silvan Boni, komandanti i anijes Lisus, e cila sapo ka mbaruar pjesëmarrjen në operacionin e shpëtimit. Ka një tjetër anije, siç e dëgjua, të flotës detare shqiptare, anija Iliria, që i bashkohet patrullimit ndërkombëtar. Ne do të ndalemi këtu, do të rikthehemi vetëm pas pak. Janë lajmet e radios që do të vijnë menjëherë pas orës 8, në orën 8 e pas orës 8 kur të rikthehemi, do të flasim për tjera gjëra interesante. Për shembull, doni dini për rrugët e bllokuara, ka shumë nga ata që kanë planifikuar që ose sot ose
kryeministër të marrin rrugët për të shkuar në vende të ndryshme për të kaluar natën e ndrimit viteve. Të gjitha këto detaje do t'ju japim vetëm pas pak. Përshëndetje, ju njohi me fleshin e orës 8. Top Albania Radio. Vazhdon të rritet numri i viktimave që udhëtonin në tragedin Norman Atlantic të përfshirë nga flakët 2 ditë më parë. Deri tani janë konfirmuar 10 të vdekur, por sipas mediave greke rezultojnë 38 të zhdukur. Lista e pasagerëve nuk ka rezultuar saktë, ndërsa autoritetet italiane po hetojnë dhe kapitenin e mjetit lundrues. Me siguri dihet vetëm se janë 427 persona të shpëtuar gjatë operacionit të evakuimit, i cili zgjati mbi 30 orë në një det të trazuar nga moti i keq. Vazhdojmë me lajmet. Kryeministri italian Matteo Renzi viziton sot Tiranën për disa orë, ku do të zhvillojë takime me drejtuesit më të lartë të shtetit. Vizita surprizë e shefit të qeverisë së Romës nis rreth orës 13 dhe në agjend parashikohet një takim me kolegun Edi Rama e ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, në pas me presidentin Bujar Nishani. Në Kuvendin e Kosovës u shty seanca për miratimin e buxhetit 2015, pasi drafti duhet të kalojë paraprakisht në komisionet e përhershme parlamentare. Kryetaria e Komisionit të Legjislacionit Albulena Haxhiu kritikoi shumicën për shkeljen e rregullores dhe pas debatit mes palëve, kërkesa për shtyrje të seancës erdhi nga shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci. Kryeministri grek Antonis Samaras takohet sot me presidentin aktual Papoulias për të komunikuar shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve në 25 janar. Takimi vjen pasi parlamenti dështoi për herë të tretë në raundin e tretë votimit për zgjedhjen e presidentit të ri. Një minorancë deputetësh, të cilët përmbledhet Syrizia dhe Agimi Art, po e çojnë vendin në zgjedhje të parakohshme dhe mbajnë përgjegjësi të plot, u shpreh Samaras. Sport. Gjykata e arbitrazhit sportiv e sot përgjigjen përfundimtare për Barcelonën nëse do të lejohet apo jo për të bërë transferime lojtarësh në merkaton e dimrit. Klubi katalanas u ndalua të hynte në tregun e futbollistëve për shkak të shkeljeve të konstatuara në kontratat e lojtarëve të akademisë. Në rast të një vendimi pozitiv, Barcelona mund të bëjë blerje të reja që nga muaji janar. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.